Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Demi. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Të dashur Demër, pyetja kur hapa letrat ishte po apo jo. Çfarëdo që të keni dëshirë, synime, qëllime, ndonjë lloj realizimi të çfarëdo gjë qoftë ajo, të dashur, pyetja ime ishte po apo jo. Kjo është e kaluara, e tashmja, pengesa dhe ardhmja. Po fillojmë me njeriu e varur, të dashur Demër. Shikoj që në të kaluar Demi ka qëndruar pezull. Ka pasur një pritje të gjatë, ndoshta një periudhë ku asgjë s'lëvizte. Dhe sigurisht dorëzuar, apo duhet të dorëzuar përkohësisht. Kjo letër tregon se ka qenë një periudhë reflektimi ose sakrifice, ku s'ka pasur shumë kontroll, apo kur si keni pasur gjërat në dorën e juaj fort, apo ka munguar një vendim nga ju. E tashmja, të dashur, tani Demi po përpiqet të rivendos stabilitetin. Është një energji e kujdesit për veten, financat, shtëpitë dhe njerëzit e afërt. Kjo mbretëresh është praktike dhe realiste. Të dashur, ajo ndjen që gjërat duhen mbajtur në kontroll, por me qetësi dhe jo nxitim. Dhe ja ku po dalim te pengesa, të dashur Demër, që është një pengesë kogja e madhe, është vendimi, që shkoni gjithë këtë shpatur në dorë. Pengesa shumë e madhe, mungesa e qartësisë mund të jetë, ose mungesa e komunikimit, ka konfuzion, mendime të përzierë, ose ndoshta frikë për të marrë një vendim të prerë, të dashur Demër. Ndoshta Demi nuk e di, në fakt e di të vërtetën, por nuk po guxon ta artikuloj ose ta zbuloj apo ta zbatoj apo çfarëdo që të jetë, dhe kjo është pengesa juaj për të arritur atë gjë. E ardhmja, të dashur Demër, situatat sikur po balancohen. Në të ardhmen me një maturi emocionale, me vendime që vijnë nga zemra, por pa dramatizim. Gjërat qetësohen, shfaqet stabiliteti dhe ndjenjat sikur fillojnë të kenë një kontroll të mbrëmshëm. Po apo jo, të dashur Demër? Po, por me një paralajmërim të qartë. Asgjë nuk ecën derisa Demi të shpreh hapur, të vendos atë që mendon, dhe të mos shmang bisedën e vështirë, apo vendimin e vështirë, apo çfarëdo që të jetë kjo situatë e vështirë, vetëm përmes komunikimit të sinqertë, ndoshta edhe karshi vetes, të dashur Demër, me vendime të prera mund të vi paqja dhe rezultati pozitiv, apo po. Mos prit që gjërat të rregullohen. Këshilla juaj, të dashur Demër, vetë fjalët e pathëna janë pengesa jote. Fol, vepro, vendos, dhe do të shohësh që ajo po që kërkon do të vi më njëherë pasi të qartësohen këto gjëra.